Për të 31 vit radhës, Hipogradeci ka organizuar festën e verës artizanale dhe gështenjës, një traditë e konsoliduar që prej vitesh bën bashk banorët e gjithë rajonit, por dhe vizitor nga brenda dhe jashtë vendit. Kjo festë, përveç argëtimit, muzikës dhe ushqimit tradicional, ka në fokus konkurimin e verave artizanale dhe kantinave shqiptare, duke promovuar prodhimin autokton, vendas dhe vlerat e trashëgimisë bujqësore. Festimi i verës së re shërben njëkohësisht edhe si thirrje për ruajtjen dhe shtimin e sipërfaqeve me vreshta dhe gështenja, element identitar të zonës. Sipas somelierëve, nëse kjo verë ambalazhohet dhe etiketohet, mund të jetë pjesë e tryezave ndërkombëtare. Është viti i 31 që festohet festa e verës dhe e gështenjës. Kjo nuk është vetëm një festë, këtu nuk ka vetëm argëtim, por këtu është dhe një konkurs, të cilët kantinat e gjithë Shqipërisë, por dhe artizanët marrin pjesë në një konkurs të verës të kuqe e verës të bardhë. Këtë vit kemi futur në konkurim dhe verën roze, meqense ka patur mjaft kërkesa nga kantinat dhe artizanët për verën roze, dhe një thirrje që ju bëjmë të gjithë të rinjve, agrobizneseve, që të shtojnë sa më tepër vreshtarin, të ruajnë gështenjat, sepse këto janë nga varietetet më të rëndësishme të Bashkisë Hipogradeci dhe mjaft të lashta. Verat e Hipogradecit kanë stilin e tyre, ajo e thona verë nga buti vetë kuptohet që është verë e fermentuar në mënyrë spontane, pra vetëm me tharmet natyrale që vetë zona përmban, pra vetë toka këtu për cjell. Kështu që mënyra dhe teknika e prodhimit këtu është krejtësisht e veçantë. Unë do ta krahasoja me ato që janë verat natyrale, në fakt, ato që shprehen nëpër botë, kështu që në një farë mënyrë verat e zonës Hipogradecit janë krejtësisht verat e prodhuara në formë artizanale, janë krejtësisht ato që kanë si motrat e tyre në nivele ndërkombëtare, ato që quhen verat natyrale. Që spari duhet që të jetë përhapur mbi të gjitha nëpër lokalet e zonës. Në këtë festë, vëmendje të veçantë zë dhe gështenja, një produkt tradicional prej dekadash që ka burim jetese për shumë familje të zonës. Disa pjesë të qytetit po shtohen parcelat me gështenja nga të gjithë banorët e qytetit. Po mbillen pemë të reja, gështenja të reja, edhe për pjesën e verës vreshta të tjera në çdo familje. Për Pogradecarët, vera është më shumë se një pije, ajo është pjesë e kulturës dhe mikpritjes. Pothuajse çdo shtëpi e vjetër pogradecare ruan në bodrumet e saj qilare me bute ku vera artizanale fermentohet sipas metodave tradicionale të trashëguara brez pas brezi. Dim ta pim se dim ta bëjmë shpreha e famshme e Mitrus Kupelit, që i referohet traditës të qytetit për prodhimin e verës edhe nuk ka shtëpi pa bute në Pogradec, ose ato shtëpi që s'kan bute nuk janë pogradecarë. Sidomos të gjitha shtëpitë e vjetra janë të gjitha me qilare. Të moçnit thonë që vera të bëhet do 2 palë ditë. Një palë ditë të bëhet verë dhe një palë ditë të shtrohet. Po ne për momenti po pimë verë të zgjerë. Verë nxehtash, kjo të ta fiksue ka. Po lokali e duan o shumë e duan. Verë Pogradecare e duan. Proces si një fëmijë që rrit me një dashuri më vete. Nga rush, fillon dën mushtin, dën procesin e fermentimit, derisa arrin në vera, pastaj 40 ditë që mbyll butin, e pastaj gjithmonë neve kur shtihen verë, ja urojmë njëri tjetrit që ta pish me miqe me shok. Për 2 net me radhë, Pogradeci mirëpret me verë buti, muzikë dhe argëtim, mira qytetarë dhe vizitorë, ndërsa në fund ndajnë edhe çmimet për verën më të mirë artizanale, verën më të mirë të kantinave, si dhe pikturën dhe poezinë më të bukur kushtuar verës.